Deri para pak vitësh, inspektorët amerikanë hynin në baza bërthamore ruse për të verifikuar raketa, lëshues dhe koka bërthamore të deklaruara. Dhe inspektorët rusë bënin të njëjtën gjë në Amerikë. Kjo bëj brenda një marrëveshjeje që quhej New Start. Ishte ujdia e fundit e madhe bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, dy vendeve që mbajnë mbi 80% të armëve bërthamore në botë. New Start vendoste një kufi të qartë, secila palë mund të kishte maksimum 1550 koka bërthamore strategjike të dislokuara, pra të vendosura në raketa, në ndedëse dhe bombardues. Por kufiri në letër nuk mjaftonte. Ajo që e bënte marrëveshjen të funksionante ishte verifikimi, inspektor në terren, shkëmbim të dhënash dhe kontrolli vazhdueshëm. Sepse kur flitet për armë bërthamore, besimi nuk mbahet me premtime, por me prova. Për të kuptuar pse kjo kishte rëndësi, duhet të kthehemi te lufta e ftohtë. Në vitet e 80-ta, bota kishte mbi 60.000 armë bërthamore. Marrëveshjet e kontrollit të armëve e ulën atë numër në rreth 12.000. Për më shumë se 50 vjet, Washingtoni dhe Moska kishin marrëveshje që ua kufizonin arsenalet. Por ky sistem nuk u kaput brenda një dite. Fillimisht, inspektimet reale u ndalën gjatë pandemisë COVID-19. Pastaj nuk u rikthyen më. Në vitin 2023, Rusia e pezulloi pjesëmarrjen në New Start. SBA-ja u përgjigj me kundërmasa duke kufizuar edhe ajo disa shkëmbime të dhënave. Pra, para se traktati të skadonte zyrtarisht, mekanizmi që mbante gjallë besimin ishte dobësuar tashmë. Dhe me 5 shkurt 2026, New Start skadoi. Putin më pas ofroi që kufit të respektoheshin edhe për një vit në mënyrë vullnetare. Por Washingtoni nuk e pranoi atë formulë. SBA-ja kërkoi një traktat më të gjerë, jo vetëm mes Amerikës dhe Rusisë, por edhe me Kinën. Dhe për herë të parë, në më shumë se 5 dekada, dy fuqitë më të mëdha bërthamore mbetën pa kufizime ligjërisht detyruese. Sot, askush nuk inspekton askënd. Transparenca është më e ulët, dhe të dyja palët mund të rrisin arsenalet strategjike ligjërisht. Marrëveshja mbaroi, kontrolli u dobësua dhe rreziku për një garë të re bërthamore është më i madh se kurrë. Për të kuptuar më qartë botën rreth nesh,